participojmë sot në këtë ceremoni të shkurt emigrant të New Yorkut në një celebrim vogël të moralit prisit legjendar Lek Dukazhini. Fjalën e ka kryetari i shoqërisë Skënderbeu, Mark Shehaja. Miratre i nderuar zoti Gjin Markaj, patriot e adhëtar i fisit Morçëm të Dukazhinit, organizues edhe sponsorizues i këtij takimi. Të dashur bashkëadhëtar patriot që dëroni këtë moment historik. Sot na mblodhëm në këtë studim për një figurë legjendare të shqiptarëve, heroj kombëtar i popullit të vet, siç është cilësuar Lek Dukazhini, udhëheqës i shquar i luftrave për liri, i një prej familjeve princore, me të mëdha të kohës e me kontribuese për atë dhëun. Një emër shumë i lakuar nga studiues të ndryshëm, por asnjëherë i vendosur në piedestalin që ai meritonte. Amerika e mundësive të mëdha do të bëhej sërish vend i bekuar për të nderuar këtë shqiptar të madh, që vendi i tij nuk ja krijoi këtë mundësi. Kjo përkujtimore e Lek Dukazhinit është një vlerë kombëtare, kujtesë historike dhe nderim për këtë dorë princore që lartëson emrin e shqiptarit. Drejtoi një nga principatat më të fuqishme të saj, periudhën principatën e Dukazhinëve, dhe u vun mbrojtje të vendit nga ushtria otomane, duke luftuar në të gjitha betejat që zhvilloi Skënderbej, por edhe pas vdekjes Skënderbeut udhëhoqi luftrat kundër këtij pushtuesi barbar. Kanuni Lek Dukazhinit, një vepër monumentale dhe kontribut në thesarin e kulturës botërore, do të mbetoj në shekull si një vepër unikale me frymë humaniste. Ky moment historik dhe shumë pritur është një thirrje ndërgjegjës sonë kombëtare që figurat e tilla madhore, që nuk humben shekujt, nuk mund të humbasin nga neglizhenca, divergjenca apo futullaku i disa pseudo-historianëve e pseudo-politikanëve dogmatik. Nderim për këtë figurë të madhe e këtë vepër madhështore që nderon shqiptarinë e kombit tonë. Faleminderit të gjithë kontribuesve, e realizuesve dhe organizatorëve. Faleminderit. Faleminderit sa prej të goja. Fjalën e ka Del Perni. Kjo është një ceremoni modeste, diçka vogël për princin e mas shqiptarëve Lek Dukazhini. Patër Daniel Zieçaj, kur ka takuar migranta, u ka lanë si shprehje, si amanet, që kudo ku të shkoni në përbot, merrni një copë shqipni me veti, merrni një kam llë me veti, edhe na sot këtu në qendër të Manhattanit kena princin e principatës Dukazhinasve, Lek Dukazhinin. Lek Dukazhini ka vazhdu luftën kundër tujve mas vdekjes Skënderbeut. Por në qoftë se Skënderbeu është herojnë kombëtar, Lek Dukazhini ka patur një impakt më të madh në jetën sociale, në jetën shoqërore, në organizimin e familjes shqiptare deri në ditët tona. Ne këtu në New York kemi Skënderbeun, kemi Ismail Qemalin, kemi Nan Terezën, kemi nobelistin Ferit Murat, po sot këtu në qendër të Manhattanit kemi edhe këtë moral të thjesht për Lek Dukazhinin. Falenderoj zotin Gjin Markaj për iniciativën dhe për gjithçka, për organizimin e këtij morali. Mendoj se do të shërbej si një fillim për rivlerësimin e figurës Lek Dukazhinit. U bëj thirrje historianëve tanë, qoftë se ka met në një që nuk është i emocionuar politikisht ose bazohet në ideologji, që t'i drejtohet historisë, t'i drejtohet thesareve të historisë botnore dhe figurat tilla si Lek Dukazhini të rehabilitohen dhe të vehen në vendin aty ku e meritojnë. Ju falenderoj për pjesëmarrjen, edhe Zoti e bekoft Shqipërinë e shqiptarët kudo që janë, Zoti
e bekoft Amerikën. Shumë goja. Gjalin Progni, mbështet si vazhdoshëm i çështjes shqiptare, jo vetëm në Shqipëri, por edhe i emigrantave në Amerikë e kudo nëpër botë. Faleminderit, unë sinqerisht ndihem shumë i lumtur sot që më dha mundësia të marr pjesë në këtë eveniment. Ju falenderoj përgjithsisht organizatorëve, ty gjin në radhë parë edhe Dedën e gjithë të tjerët. Shpresoj dhe besoj që ky aktivitet i sotshëm dhe ky veprim i juaj të shërbejë si piskam për qeveritarët e pa fytyrë, të pa shkrupullt në Shqipëri, qoftë vendor, qoftë qendror, për moshpranimin e kërkesës së komunitetit Dukagjinas për vendosjen e memorialit të Lek Dukagjinit në Shkodër. Shpresoj shumë, besoj shumë. Qytetarët e kanë thënë fjalën e tyre, e kanë thënë fjalën me shumë forcë, me shumë peshë, nuk e di se pse pengohet, pse vonohet. Ama është e trisht, është e turpshme që në Shkodër kanë buste, kanë përmendore personazhe jashtë çdo influencë historike kombëtare dhe mos pranohet vendosja e shtatorës së Lek Dukagjinit. Babait të drejtës zakonore, të drejtës penale, civile, çfarë mund të them, se këtu fjalë për këtë figurë nuk pushojnë. Ajo është një peshë mallore historike kombëtare. Edhe një herë ju falenderoj shumë. Shumë qoftë